Nga Oxhaku i Kapelës Sistine doli përgjatë e enjte stymi i bardhë, çka tregon se kardinalët të zgjodhën papën e ri. Këmbanat e Bazilikës së Shëmpjetrit ranë për të mirëpritur lajmin se u zgjodh një pap i ri. Turma në sheshin kryesor të Vatikanit shpërtheu në duartërkitje, kur tymi i bardhë filloi të dilte nga Oxhaku i Kapelës së Sistinës. Papa i ri më pas u shfaq në balkonin me pamje nga sheshi i Shëmpjetrit. Kardinali i lartë konfirmoi vendimin me fjalët Habemus Papam, latinisht po kemi një pap, dhe më pas për të prezantuar papën e ri me emrin e tij të zgjedhur papnor. Papa i ri është kardinali amerikan Robert Prevost i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, papa i parë amerikan në histori. Kardinali Robert Francis Prevost i Shteteve të Bashkuara u zgjodh papa i 267, e së shpejti do të ketë daljen e tij në balkonin e Bazilikës së Shëmpjetrit si udhëheqësi i ri i 1.4 miliard katolikëve të botës. Prevost 69 vjeç nga Chicago, Illinois, është papa i parë ndonjëherë nga Shtetet e Bashkuara. Ai do të njihet si Leo i 14, një udhëheqës me përvojë globale. Ai e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij si misionar në Amerikën e Jugut e së fundmi, drejtoi një zyrë të fuqishme në Vatikan për emërimet e peshkovëve. Pritet që ai të vazhdojë të mbështetet në reformat e Papa Franceskut, ndërsa punoi për një dekadë në Trujillo të Perus, e më pas u emërua Peshkopi Chiclayos, një qytet tjetër peruan, ku shërbeu nga viti 2014 deri në vitin 2023. Në një intervistë për Vatican News, pak pasi u bë udhëheqës i dikasterit të i peshkve, Prevost tha: "Unë ende e konsideroj veten misionar. Thirrja ime si ajo e çdo të krishteri është të jem misionar, të shpall ungjillin kudo që të jem."